Lutem, keni shantazhu publikisht, kjo është e tmerrshme. Doan përmes zhurmës deri ky debati nuk do më punë. 5 vjet ku është rezultati i reformës së drejtësisë? Faleminderit. Nëse folim për reformë të sistemit të drejtësisë, nuk mundesh me konsideru me bërë reformë të sistemit të drejtësisë, tu dalë tu i shantazhu prokurorët dhe gjyqtarët me emra të përveshme. Lutem, keni shantazhu publikisht, emrat prokurorëve dhe gjyqtarëve keni vendosur për qytet. Kjo është e tmerrshme. Nuk ka asnjë kompetencë kryeministri nuk e ka në zgjedhjet e prokurorit. E din shumë mirë ç'është procesi. Kemi përkushtim e duam vendin me sistem drejtësisë pavarur të anshëm, me korrupsionin. Nuk kisha kërkuar mos me ndërhyjje një tjetër. Kjo puna e konfliktit të shantazhit. Nëse doan përmes zhurmës deri ky debati nuk do më punë. Okej. Faleminderit Adnan Artor. Veç pak. Po i ndërhyjni njëri tjetrit. Unë respektova krejt, nuk i ndërhyjna. Pra, nëse do me bërë reforma bëhet me rregulla, jo të shantazhuar emrat prokurorëve dhe gjyqtarëve. Nuk mundemi në këtë shtet me kur prokuror kondon kryeministri, po do të zbatu normat dhe rregullat. Kjo është e vërteta. 5 vjet ku është rezultati i reformës së drejtësisë? Faleminderit. Artur. Këtu po shpërfaqen, që është vërteta, edhe interesat që ekzistojnë të këtyre partive politike që kanë qeverisur për gjatë këtyre viteve edhe në sistemin e drejtësisë. Sepse unë jam i bindur për diçka tjetër. Interesat e Martin Berishaj dhe mundem se po ndërroj a mundet me përfunduar dhe ta jap fjalën. Sepse unë kam bindjen, sepse ka një konsenzus të përgjithshëm të organizatave të ndryshme që monitorojnë sistemin e drejtësisë dhe institucionet publike që korrupsioni në Kosovë ka qenë i lartë dhe i fokusuar tek zyrtarët e lartë publik gjatë qeverive të shkuara. Dhe ndërkohë që ka pasur politikë nxehtësuese tepër të dobët. Asnjë zyrtar i lartë publik sot nuk është në burg për shkak të korrupsionit. Vetëm një gjë. Dhe unë mendoj që strategjia e këtyre partive politike opozitare që përfaqësojnë kolegët. Shikoj ajo përparimi po pret. Faleminderit. Vendos njerëzit e tyre në prokurori dhe në gjykat, pastaj fillon abuzimi me paron publik.